Regjia fjalën deputetit Rahmani. Në foltore e se më do këtë qëtu për të dhe në më shumë. Faleminderit kryesues. Zotri Kryeministër, sipas dhënave zyrtare, në vitin 2023 nga buxheti i Republikës Kosovës janë ndarë 146.965 euro për eparfin Mrashko-Prizrenska. Në këtë drejtim kërkoj sqarim nga ju Kryeministër, cilat janë arsyet konkrete për ndarje të kësaj ndihme financiare dhe pse kjo ndarje është bërë drejt për drejt nga zyra e Kryeministrit. Fjala për Kryeministrin Kurti. Ju faleminderit për pyetjen, deputeti Rahmani. Pyetja juaj ka të bëjë me marrëveshjen që ambasada norvegjise ka pasur me zyrën e Kryeministrit për zbatimin e projektit si donacion, ndërtimin e një ferme për mbarshtimin e deleve për nevojat e manastirit Graçanicës në vlerë prej 147.965.027 euro. Kjo vlerë është paguar me datën 14 shkurt të vitit 2023 nga zyra e Kryeministrit, është zyra e komuniteteve sipas planit të projektit të ambasadës së Norvegjisë. Pyetje plotësuese nga deputeti Rahmani. Po, faleminderit. Në bazë të dokumentave që kam marrë për çështje në dokumenta zyrtar kërkesën që kam bërë nga prej vitit 2021 deri në vitin 2026 nga 3.620.000 euro që janë shpërndarë nga zyra e Kryeministrit ndaj organizatave jo qeveritare, është i vetmi rast ku një, po e them kështu, bashkësie fetare ndahen direkt mjete prej zyrës së Kryeministrit. Dhe unë volumtova dhe hyra në faqe të kësaj bashkësia, apo si ta quajmë dojqezës, e cila është dhe në ballin aty shkruajke Kosova me to i. Më thonë, një arsyetim rreth financimit apo mbështetjes financiare ndaj dikujt që e mohon shtetësinë e Kosovës edhe që promovon diçka e cila është kundërshtuar vazhdimisht edhe nga Radha për Kryeministrin Kurti nëse dëshon ka në dispozicion 2 minuta. Po e ritheksoj edhe një herë që bëhet fjalë për projektin si donacion të ambasadës së Norvegjisë, ndërtimin e një ferme për mbarshtimin e deleve për nevojat e manastirit Graçanicës, edhe vlera është pra edhe një herë 147.965.027 euros. Kjo vlerë është pagu edhe një herë para 3 vjetëve me datën 14 shkurt, po nga zyra e Kryeministrit, po nga zyra e komuniteteve, sipas planit projektit të ambasadës së Norvegjisë. Nuk është nga Republika e Kosovës. Këtu ngritën edhe disa çështje të tjera, që në fakt janë pyetje të tjera, ndoshta për herën e ardhshme, mbi emërtimet e Kishës Ortodokse Serbe, mandej të infrastrukturës legjislative tek ne e që shkon drejt te Kushtetuta e Republikës Kosovës e te propozimi për status i ish-presidentit finlandez Ahtisaari, që janë çështje shumë të gjëra e pyetje të tjera. Mirë, edhe 1 minutë për këtë pyetje deputeti Rahmani ka të drejtë nëse dëshon, nëse jo mund të kaloj tek pyetja tjetër. Po. Faleminderit. Shqetësimi im është pikërisht te kjo çështje për shkak që e thash edhe një herë, prej mbi 3 milion euro, pa marrë parasysh ajo donacion prej diku po kanë kalu përmes institucioneve të Republikës Kosovës edhe zyrës tuaj si kryeministër, edhe dhënia apo domethënë momentin që ne si institucion e shohim që nga zyra e kryeministrit përmes zyrës për komunitete, që edhe ajo zyrë është në kompetencën e juaj kanë kalu te diçka e cilën unë s'kisha pas dëshirë me e pa ku financohet përmes zyrës kryeministrit vendit në dikush në faqen e parë që të Kosova me to i. Mirë, vazhdojmë me pyetjen e radhës poshtun nga deputeti Rahmani. Faleminderit nën kryetar. Sipas dhënave zyrtare, nga viti 2021 deri më sot, fondacioni IPCO i janë ndarë rreth 204.000 euro nga institucionet publike të Republikës Kosovës. Nga kjo shumë, 95.000
e 600 euro jenë ndarë vetëm nga zyra e kryeministrit. Në këtë drejtim kërkoj sqarim, cilat janë arsyet konkrete për ndarjen e këtyre mjeteve financiare për fondacionin IPCO, në bazë cilit program buxhetor dhe bazë ligjore janë realizuar këto pagesa, a ka pas thirrje publike dhe procedurë konkurruese për ndarjen e këtyre fondeve, dhe cilat projekte konkrete janë financuar me këto mjete dhe cili është rezultati i tyre. Po, kryeministri Kurti ka fjalën. Qeveria e Republikës Kosovës ka mbështetur shumë iniciativa, ndër të tjera në fokus e kam pasur edhe sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Ngjarjet kryesore të këtij sektori e posaçërisht të inovacionit në vendin tonë, ngjarje që mbledhin lider të mendimit, teknolog, inovator dhe ndërmarrës nga Kosova dhe jashtë vendit, për të hulumtuar dhe diskutuar ndërthurjen e teknologjisë, kulturës dhe ndryshimeve sociale. Në mbledhjen e qeverisë të datës 23 shtator 2024, kemi miratuar në qeveri ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 219.000 euro për organizimin e forumit ekonomik në Paris dhe promovimin e teknologjisë së informacionit me qëllim të tërheqjes së investimeve në kuadër kësaj fushe përmes organizatave lidere gjatë javës së tikut, ICT sin vijem. KOS ICT 60.000 euro, Growth Tank 45.000 euro, paketa sponsor general, pastaj Dokutek 60.000 euro, Tech Park Prishtina 10.000 euro dhe qendra ndërkombëtare për bashkëpunim ekonomik dhe social, SISES franceze 44.000 euro. Ndërkaq në mbledhjen e datës 19 shtator 2025, kemi ndarë mjetet financiare për të garantuar vazhdimsinë e platformës më të rëndësishme kombëtare për inovacion dhe zhvillim digital, me që rast KOS ICT 37.300 euro, Dokutek 35.600 euro, Growth Tank 20.200 euro dhe shfrytëzimi i hapësirës së Tech Park Prishtina 7.900 euro. Faleminderit. Ndonjë pyetje plotësuese, zot Ramoni? Duket që po, regjia fjalën. Faleminderit kryesues. Fakt pyetja ishte të bëj direkt me çështjen e financimit të fondacionit IPCO edhe tu e marr parasysh edhe diskursin politik që e kemi pasur shpesh herë edhe këtë kompani e kemi kategorizuar në njënën prej këtyre oligarkëve ose mbështetësve të partive politike të caktuar, edhe më boni shumë përshtypje ky financim edhe kjo mbështetje kaq e madhe ndaj IPCO-s. Mirë, radha për kryeministrin Kurti, 2 minuta. Së pari bëhet fjalë për Fondacion Kosovar, tërësisht vendor, i cili e ka ndruar emrin, nuk bëhet fjalë për korporatën e dikurshme. Së dyti, gjithçka që kemi bërë ka qenë përputhje me ligjin, rregullat dhe transparente. Dhe së treti, besoj që lulëzimi i sektorit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është dëshmi që mbështetja jonë ka qenë në vendin e duhur. Sa për informacion, në Kosovë kemi dikur rreth 20.000 inxhinierë softverit dhe zhvillues, në rreth 1.500 kompani të cilat mbi 80% produkteve i eksportojnë, dhe sa për krahasim, bujqësia bën pjesë 7% në bruto produktin vendor të Kosovës, ndërkaq sektori i tikut 6%. Me fjalë tjera, investimet që i kemi bërë, shpenzimet që janë plotësisht transparente dhe të cilat i zbërtheva edhe sipas linjave, kanë qenë edhe të dobishme përveç se të ligjshme.